thelbi. Populli shqiptar është një popull pro-amerikan dhe shumë mirë që është, për arsye shumë të qarta sepse e fundit është ndikimi që kanë pas në reformën drejtësi. Pastaj mund të shkojmë në kod i marrim me radhë gjithë. Është një kontribut shumë i rëndësishëm. Absolutisht. Nuk është vetëm absolutisht shumë i rëndësishëm përmes rurales dhe obdat. Për gjithë ne fundja. Po njëkohësisht populli shqiptar është edhe popull pro-evropian. Pa gjithmonë për 35 vjet ka pasur aspiratën për të aderuar në këtë që është Bashkimi Evropian dhe shumë mirë që është dhe popull pro-evropian. Pra këtu nuk ka realisht qasja që po dua të shpalos. Nuk është a jemi Amerikën apo jemi Evropën, që të sqarohemi në radhë parë. Vota ime sot në kuvend, nga gjithë ata që votuan, ishin 99% pro antarësimit të Shqipërisë në bordin e paqes dhe unë isha i vetmi që abstenova. Dhe nëpërmjet votës time të shpjegoj qëndrimin tim. Ajo që po ndodh aktualisht është një moment në të cilin kemi një bord që quhet bordi i paqes, të themeluar nga kryetari ose kryetari i tij është presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kemi marrë një ftesë të cilën vendet e Bashkimit Evropian po e shohin me një lloj skepticizmi. Tani, një shtetar serioz që do duhet të ishte kryeministri i Shqipërisë, minimalisht gjëja minimale që do duhet të bënte ishte të shkonte dhe të konsultonte të gjithë partnerët tanë ndërkombëtar evropian dhe amerikan. Unë edhe në fjalën sot që thash kuvend, thash a është diskutuar, a është si thua konsultuar Departamenti Amerikan i Shtetit në lidhje me përgjegjësitë dhe detyrimet që i lindin Shqipërisë nëse aderon në këtë bord paqe. Pra gjithë diskutimi që bëhet nuk është as sa forca, sigurisht që Amerika është hegemon global edhe nga pikpamja ushtarake dhe këtë e di i madh dhe i vogël, as që diskutohet fare kjo gjë. Çështja është në momentin aktual që po flasim se çfarë qëndrimi dhe roli duhet mbaj një kryeministër që mendon në të mirë të vendit vet. Apo është një kryeministër që është i gati ta coptojë në 400 pjesë Shqipërinë xhan, vetëm që shpëtoj kokën e vet. Nuk ka rëndësi se kush është ai që ja jep atë fermanin e faljes, si thosh. Dhe ky është argumenti që po ngre pra. Dhe nëse kjo që po them është anti-amerikanizëm, atëherë pastaj po shkojmë në nivele të tjera, si thosh. Po nuk besoj se tha ndonjëri nga ne për anti-amerikanizëm. Ne diskutuam një moment që ka të bëjë domethënë me qasjet. Dhe qasjet tona, meqense janë të mirë përcaktuara, se ju that me të drejtë që duhet të biseduar edhe me partnerët evropian. Por për fat keq që Europa në disa aspekte ka mbetur shumë mbrapa sa i takon një politike të përbashkët. Dhe secili nga vendet në momentet caktuara ka ndjekur edhe politika totalisht individuale. Dhe kjo më kujton atë thënien e famshme të Henry Kissinger në momentin e luftës izraelito-egyptiane, kur i thanë që duhet flasim me Europën. Dhe i tha, okej, po me këtë duhet flas në Europë. Dakor. Jo, fal vetëm një sekond. Po, e kemi të mburime? Po, jepje më s'ka problem. Jepje se marr. Disa bëhet gati zëburimi. Jepje, pa merak. Se nuk është bërë ende gati. Kale? E kam fjalën këtu, domethënë tek diskutimi që u bë pak më parë. Pra, ne jemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur bëhet fjalë për reformën në drejtësi, jemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur bëhet fjalë për narkoshtetin, patjetër, sepse ata po i bin çekanit aty ku duhet, dhe nuk kemi një Bashkim Evropian që po pranon kartelet e drogës në Shqipëri. Pra s'kemi një informacion nga ana e Bashkimit Evropian për këtë çështje. Nuk kemi një rol preliminar të Bashkimit Evropian tek reforma në drejtësi dhe të SPAK-u. Pra ne tani kemi prani një prezencë totalisht amerikane. Pra kur ne jemi të qartë që ylli jon polar janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe po i bin kokës problemit në Shqipëri, që keni kartele droge dhe këto do i sjellim anë reformën në drejtësi, zëvendës kryeministrin, kush e ka radhën atje, kush ka vjedh parë nga shqiptarët, qoftë nga të gjitha anët e tjera. Pra, kur jemi të qartë për këtë lëvizje, atëherë pse duhet vendosim pikpyetje çështje tjera që kanë me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Patjetër, shiko,
Unë jam euroskeptik, unë kam idetë e mia edhe në raport me Bashkimin Evropian. Oman, zot Galaja, para një viti mos gabojmë, ka qenë Gonzato, ambasadori i Bashkimit Evropian, ai që vendosi ca pika sa i takon çështjes së ndryshimeve në reformën e drejtësisë dhe ka patur ca qëndrime goxha të forta. Nuk e di që ketë, domethënë qëndrime kaq të forta sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë këtu njoh vetëm një autoritet për momentin. Nuk po bëj krahasim, nuk po vendos. Kjo krahasimi është shumë i rëndësishëm për me kuptuar se ku ka patur qëndrime zoti Gonzato. Gonzato ka pas për çështjet e diskriminimit. Krahasimi, po pra, unë kam gjuar për çështje të tjera, domethënë Bashkimi Evropian nuk mund t'ia heqim meritat në këtë drejtim. Më fal. Bashkimi Evropian është kjo historia që tha zoti Olli, që ne nuk e dim se me këtë flasim Bashkimin Evropian. Pra, ne kemi marrëdhënie delikate të Trumpit me Macronin. Tani, unë shkoj të pyes Macronin se ç'a të bëj me Trumpin. Pra, kur këta kanë përplasje me njëri tjetrin për ta thjeshtëzuar, kur ne shohim një shtet si Gjermania që domethënë u bë për mendimin tim gazi botës që çoi ato ushtarët atje në Grenland dhe u zbythë dhe duke i tërheq mbrapa, më fal tani. Me kë duhet bëhem unë këtë rast? Të bëhem me Gjermaninë, të bëhem me Francën, apo të bëhem me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ora, ky është pragmatizëm, kjo është politika, më vjen keq tani, a kupton? Po kjo është politika. Ç'a po bëjmë tani? Do shkojmë do bëjmë moral. Bashkimi Evropian duhet pranojmë një fakt. Bashkimi Evropian ende nuk ka mundur, kanë problemet e tyre, se s'po e trajtoj për atë, ende nuk ka mundur të krijojë një politik të unifikuar të jashtme. Pra, e dim që flitet me këtë dhe ka mbar. Pavarësisht asaj që tha Auloni, është e vërtet që edhe Bashkimi Evropian, edhe ambasadorët e shteteve të ndryshme europiane, përfshi këtu edhe Anglinë, e cila nuk është pjesë zyrtare tashmë e BE-s, kanë qenë pa diskutim aty në mbrojtje të SPAK-ut dhe në kundër të gjitha ndryshimeve që u tentuan një vit më parë me komisionin e famshëm Xhafa për të ndryrë në reformën e sotshme në drejtësi, përpjekje të cilat ende nuk kanë përfunduar. Në aspektin parlamentar, në kulisat vazhdojnë të përgatiten goditjet ndryshme ndaj SPAK-ut apo GKK-s. Po, kemi dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian, Marta Kos, Dikur dhe Mogherini, që vinin të në Shqipëri dhe na bindin se si Shqipëria kishte avancuar dhe kishte bërë hapa gjigant në... Prandaj, kjo është thelbi. Marta Kos në tha me kalu ligjin për gjinito, Leonard. Marta Kos. Ndërkohë, vëmet Bashkimit Evropian nuk e kanë me atu këtë lidhura. Kjo nuk do të thotë që Bashkimi Evropian, të lutem, kjo nuk do të thotë që Bashkimi Evropian apo vendet e Bashkimit Evropian nuk kanë mbështetur SPAK-un. Pra janë dy gjëra të ndryshme. Kanë mbështetur SPAK-un. Unë thash për ambiguitet, tani zonja neve na erdhi në Shqipëri, tha këtu, tha ky është lideri më i mrekullueshëm, tha Edi Rama. Është e vërtet kjo. A na tha kjo zonjë që Bashkimi Evropian do që ta kaloni ligjin për gjinin, ndërkohë Kroacia e kishte futur në kushtetut që ka vetëm 2 gjinin, kushtetut, jo me bë ligje të tilla. Të njëjtën retorikë është ndjekur nga Partia Demokratike dhe opozita edhe për zonjën Yuri Kim, edhe për zonjën Donat Lu, edhe për zyrtarë të tjerë të cilët kanë ardhur amerikanë në Shqipëri. Po kjo nuk do të thotë. Po jo, në njëjtin gjuhë. Ke parë retorikën e Partisë Demokratike për shkak për të ngarkuar me punë të ambasadës? Kjo ka një vit të sa. Lidhje ka kjo me këtë që thash, unë po them BE-a dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se jemi në të njëjtin jemi në të njëjtin Jo, thash ambiguitet, nuk thash që BE-a nuk mbështet reformën drejtësi. Thash, i kush i ka ra kokës kësaj pune, këtë kuptim. Unë i pari e thash që ne ende për shembull nuk kemi një qëndrim as të unifikuar dhe as të zyrtarizuar nga Komisioni Evropian apo nga Bashkimi Evropian në raport me situatën në Shqipëri, lidhje me krimin e organizuar, kriminalizimin, korrupsionin e lartë e gjitha. Përmenden në të gjitha raportet, por për arsye dhe vetë organizimit dhe vetë mënyrës së centralizuar që funksionojnë Shtetet e Bashkuara, janë shumë më të qartë, por janë dhe shumë dhe më konkret. Se është e vërtetë ajo që tha, dhe po them edhe një diçka tjetër, që Shqipëria hyri në vendet për fat keq, në vendet që e kultivonte drogën e fortë, që e prodhonte drogën e fortë, kur nuk kemi qenë, pra kishim ikur edhe si korridore të transportit të drogave. Tashmë jo vetëm që e prodhojmë, por tashmë jemi bërë edhe dealerat ndërkombëtar të kokainës. Zoti Burimi, duhet shkojtë e zoti Burimi, sepse i ka protestat shumë të ashpra, njëjtë si jelek verdët e Francës. Zoti Burimi... Po, problemi është se ne jemi shqiptarë. Okej, po, është batut me... Jemi shqiptarë, Aulon.